Në një mëngjes nëntori, nëntingujt e himnit kombëtar dhe përkuljen solemne para monumentit të dëshmorëve të brigadës 15 sulmuese, Elbasani kujtoi me nder e mirënjohje 81 vjetorin e çlirimit. Në këtë datë historike, përfaqësues të pushtetit vendor, deputet, veteran, nxënës dhe familjar të dëshmorëve u mblodhën për të nderuar bijat e këtij qyteti që dhanë jetën për liri. Kryetari i Bashkisë Elbasan, zoti Gledian Llatja dhe drejtuesi politik i qarkut Elbasan, zoti Arbian Masniku, përçuan mesazhin e bashkimit dhe të mirënjohjes ndaj atyre që bën të mundur lirinë që ne gëzojmë sot. Është një ditë ku Elbasani i ka thënë me pushk në dorë po lirisë, po qytetarisë, po shtetformimit shqiptar. Sot kujtojmë ditën e shënuar të para 81 viteve më parë, kur ëndra dhe dëshira e qytetarëve tanë u bë realitet me çlirimin e Elbasanit. Një ëndër e bë realitet fal sakrificës, gjakut dhe trimërisë së bijve e bijave tona më të mira të këtij qyteti, të cilët luftuan me guxim të jashtëzakonshëm për liri. Dhe kur e kthen kokën mbrapsht në kohë, kupton se çfarë kurajo, çfarë force, çfarë heroizmi real kanë pas ato djemë dhe vajza të cilët para 85 vjetësh zgjodhen që jo vetëm ta vendosin Shqipërinë në krahun e duhur të historisë, në krahun e zhvillimit, në krahun e progresit, në krahun e njerëzimit, në krahun e të mirës, por e bën këtë duke sfiduar çdo forcë të madhe në kohë dhe e bën duke dhënë jetën e tyre për çlirimin, për atë dheun dhe për të kauzë. Në fund të ceremonisë, përfaqësues të institucioneve familjare të dëshmorëve dhe qytetar vendosën kurora dhe lule në shenjë nderimi të kujtimit të atyre që dhanë jetën për Shqipërinë e lirë. 81 vite pas lirimit, nuk munguan nostalgjikët e Enver Hoxhës, ku me pankarta në duar mbanin fotografinë e tij.